Hey guys, welcome to Redline Talk Show. I'm here with Iliana, and our special guest came all the way from Albania. His name is Bruno Shemsho. You might know him from reality TV show Përputhen back in the day. They used to watch you. Yeah, welcome to the show. Thank you for inviting me. Ishte I gjeta. Iliana started speaking to you in Albanian. So we're going to speak in Albanian. Great. Bruno, mirë se vjen. Mirë se I gjeta. Ka ardhur dhe herë tjetër në New York. Kam ardhur edhe vitin e kaluar, po. Vjen shpesh në Amerikë? Vi shpesh pasi kam shumë njerëz të mi këtej, plus më pëlqen shumë marrëdhënia që krijohen me njerëz të ndryshëm, sepse të jesh në një reality show, të jesh në botën e medias, të ndihmon shumë që të lidhesh me njerëz, siç është edhe komuniteti shqiptarëve në New York në këtë rast. Edhe po. A mendosh mentaliteti të shqiptarëve të Amerikës janë ndryshe nga Shqipëria? Përgjithësisht jo. Shqiptarët mbeten shqiptarë kudo që janë, por janë më të dashur, mund të them, kanë më shumë ide, ndoshta është edhe për faktin sepse këtu të ofrojnë mundësi, po është mundësi të tjera që të ofrojnë gjithë këtë Amerikë të madhe, normalisht të ofrojnë shumë mundësi, edhe normalisht janë më të afrushëm, të japin ide të reja. Do me thënë këtu mund të mësosh shumë gjëra të cilat në Shqipëri normalisht i ke pak më të reduktuara për shkak të sistemit edhe çdo gjë. Interesant se kur shkoj në Shqipëri, ato gjithmonë më thënë, ti je pa kompleks, edhe nuk e kuptova pse thojnë unë jem pa kompleks. A mundi të më shpjegojsh këtë? Shiko, këtu çdo njeri me sa të paktën aq kohë sa që ndrova deri tani, njerëzit jetojnë për veten e tyre. They have their own life. Kurse në Shqipëri shpesh jetojnë për sytë të tjerëve, jetojnë për gjykimin e të tjerëve. Edhe një gjë që ndodh me ne shqiptarët është që, dhe me mua ka ndodhur shpesh, është që gjithmonë përpiqemi të arsyetohemi. Do me thënë, në qoftë se unë bëj diçka, I need to show you that what I did was right, and I spent so much, I spent so much energy proving that I'm not dumb, when I should just say like, s'ka problem, jam shumë në rregull. Nëse, shiko, ti u bëri njohur për të parë në vitin 2021 me emisionin siç e tham Përputhen. Po. Si ishte nisja e asaj aventure po e quaj? Atëherë nisja, pjesa e medias ka nisur pak më përpara, pasi jam marrë dhe me modeling dhe international, kam lëviz jashtë. Edhe isha mësuar pak me kamerën, me vëmendjen, edhe ishte pak shumë më lehtë për mua që të hyja në botën e medias. Nuk isha atë ndrojtjen e kamerave, dhe kur shikoja të tjerët që përpiqeshin të ndërtonin një plan për të dalë në kamera, kurse unë nuk e vrisja më doja thjesht që të isha vetvetja. E në qoftë se njerëzit do më donin, të më donin për atë që isha, I didn't mind. Kështu që ishte një mundësi të cilën unë e mora, sepse në atë kohë pësova një krisje në marrëdhënien që isha. Kështu që hakmarrja ime si shqiptar ishte që të hyja në Përputhen, po, të dilja publik. Edhe më fam akoma. Po, kështu që thash, okay, njerëzit duhet të më njohin. Qëllimi të Përputhen ja arrita asaj tjetrës. Edhe të vëmendjes e famës që morëm gjatë asaj periudhe ishte tema e madhe. Domethënë kur shikoja klikimin mbi 1 milion në 24 orë, 1 milion views në YouTube, jo në rrjetet sociale siç është bërë tani demode, ishte shumë arritje. Domethënë të shikoja inboxin që mbushej me 1000 mesazhe, njerëzit që lexonin emocionet, të dilnin kundër shpesh, kundër apo pro? Të dilnin kundër shpesh. Sepse shqiptarët duan dalin kundër. Duan, në qoftë se ti ndjen diçka dhe shpreh ata thon po pse ndjen ti? Duhet ta ndihesh kështu. This is the best thing you could do. I mean, kanë gjithmonë një mendim, një opinion për çdo gjë, edhe kjo është ajo pjesa e keqe pastaj, pjesa që të dërmon emocionalisht. Dhe unë një periudhë po kam qenë pak I dërmuar emocionalisht në gjithë kjo vëmendje. In the beginning, I used to actually watch Përputhen. I thought it was a very interesting concept, having people, trying to figure out who they want to be with. Yeah. And there could be a lot of lessons there. It was visionary. It was. Yeah. But the thing is, the reason why I say it was is because in the beginning, you actually felt the real people. But midway into the season, and especially by the end, it seemed all scripted. And that's when I stopped watching. Yeah. So and you did the right thing. Tell us about that, please, because I don't even follow it at all anymore. So basically, in the beginning, everybody wasn't experienced when it comes down to the fame, to all the lights flashing in front of your eyes. But after a while, I mean, you get used to that and you start just
calculating income or calculating what kind of people are writing me, calculating. I mean, this type of things, but not the feeling, not calculate. You shouldn't calculate feelings at all. Yeah. But I mean, you don't notice the beauty of being real. And that was a problem, I think, by the end of it. Yeah. Everybody was like having a vision of getting out of there, being famous and having more income, let's say, from all the collaboration that we could have. But that was all, I mean. But I remain real. I mean, in my case, at least for what I know, I remained myself through all of the experience. Ajo propra sa çka ka pëlqyer se unë e kam parë përputhen se became një nga show-t më të preferuara të që shifesh në atë kohë. Edhe ka qenë sezoni me ty që ka qenë më, po them më piku më i lartë që ka pas më shumë. Edhe ka qenë ideja që ti ke qenë shumë autentik në mënyrën se si përgjigjesh, në mënyrën se si veproje, ke parasysh. Edhe kjo, si se edhe vetë që njerëzit e pëlqejnë këtë, se pak a shumë ne e diktojmë kur je fake. Produksioni nuk e pëlqen. Kur je authentic. Produksioni mendoj unë nuk kishte imagjinat që ta linte siç duhet të marrë rrjedhën e vet një show. Mendoj që ka pasur, e kemi çik në këtë shqiptarë që duan të kontrollojmë çik gjërat. Ta bëjmë atë në mënyrën tonë vetëm. Tonë që ti kemi atë stam që ja kështu e bëra unë sepse kështu desha unë. Domethënë mendimi jot për këtë është e vërtet në fakt e kjo nuk ndodhi vetëm në fund. Domethënë unë kam qenë gjithmonë situash në anën të jem revolucionar në atë që dua të bëj. Domethënë nëse ti më thua në këtë podcast do thuash vetëm këtë gjë, unë nuk e bëj dot atë gjë sepse do e mbaj për brenda dhe herë ta vonë do shpërthej, sidomos nëse zgjat si gjë. Edhe kjo ndodhi që në fillim. E mbaj mend si tani që në takim të parë, gjë e parë që më tha mua ishte do shkosh ta bësh takimin në X vend. Jo, nuk dua aty. Unë e zgjedh ku do ta takoj një vajzë. Edhe aty filluan shkëndijat e para, por ishte para se unë të merrja vëmendje. Because once you go up, pastaj hapin derën. They want to keep you. Po. Edhe më pas unë ka pas një periudhë që doja thjesht të largohesha nga emision. Sepse po shikoja që po merrja shumë energji negative, domethënë nuk po merrja atë, it wasn't a dating show anymore. Po. Edhe po kërkoja të ikja. Edhe më pas se vetëm mënyrë për të ikur që mua ofrua ishte të bësh çift. Të bësh çift. Po. Sepse ndryshe ti ke një kontratë, dhe duhet ta respektosh. Kështu që unë fal pak, çfarë thoshte kontrata? Sa ishte gjoba një po të respektoj. Domethënë kontrata që thjesht me shkrim dore, po është ana morale, kupton që është ajo pjesa që njerëzit dinë vërtet si të vëjnë në pozitë, të thonë unë të solla deri këtu dhe është e vërtet në një farë mënyrë. Unë jam shumë falenderues për atë lloj emisioni, për produksionin dhe për çdo gjë. Nuk është për të hedhur poshtë asnjë gjë, por unë jam si thua self-made për publikun, sepse unë ja arrita vetë marr vëmendjen se aty janë 40 konkurrentë kur vjen puna pas 4 vitesh ende edhe në mes të New Yorkut që të thash që shkova të konsumoja diçka, tjetri ndaloi, shqiptarën tha, "Oh, ku je? Kupton, të kam ndjekur aty." Dhe thash, "Damn, edhe në mes të New Yorkut shqiptarët ende mbajnë mend atë emision." Kështu që po u bë pak si thua nga ana e produksionit ajo gjë dhe mua nuk më pëlqeu, kështu që vendosa dilja çift. Jo vetëm për shkak të trysnisë të produksionit, po edhe sepse më pëlqente që të dilja duke plotësuar çdo synim. Po. Edhe normalisht isha. Kur pasi dola. Pasi dola. Shumë gjëra ndodhen. Ti kujtoj tani, kujtoj për qef. Ka ndodhur që walk memory lane themin, walk down the memory lane. Ka ndodhur që si ta them po tani. Ndodhi që nuk ngjisnim më, si thua, sepse nuk përputheshim. Do supozet që u përputhen, po nuk po përputheshim më. Dhe vendosëm që me paqe, secili të ndiqte rrugëtimin e vet, dhe është gjë më normale, më europiane dhe më thua amerikane që duhet të bësh që when things doesn't go well, thjesht ndahesh pa. Po pra, you part ways. So, yeah. Flisni akoma apo keni marrëdhënie emisore? Jo, as pak, do të thënë unë urova më të mira dhe i uroj përsëri më të mira, po that was it, I mean. S'kemi folur më? Jo. Wow. Secili ka jetën e vet, e kupton, mbaj mend që u tha se do martohej duke do fejoj diçka të ky që lajmi i fundit që mora vesh që pash në media dhe më pas u zhdukëm, e kupton. Bruno, mbas emisionit me çaj marr
aktivitetin në një projekt tjetër? Atëherë, jam marrë me disa projekte të ndryshme, duke marrë pjesë në reklamat të ndryshme me brende të ndryshme si shqiptare mostly. Edhe normalisht doja të kisha një hapësirë timen, të kisha një podcast që kemi tani, prandaj kisha shumë nostalgji dhe kur erdha duke parë këtë. Por çdo gjë është e bazuar në Shqipëri, duhet të flasësh për dikë. Do me thënë, duhet të merresh me reality show që ndodhin, si në rastin për shembull të Big Brotherit edhe çdo gjë tjetër. Po bësh analizat. Po duhet të bësh analizat. Si një mini opinionist tjetër. Po, si një mini opinionist edhe po nuk më pëlqeu sepse s'kisha shumë material këtë merja si personazh publik, të jemi sinqert, e kupton? S'ke këtë kapësh sepse janë aq shumë pak në thelb, sidomos çuna. Shqipëria vuan për çuna, të cilët duan që të ngrinë veten e vet edhe çunat e tjerë. Do me thënë, ka shumë vajza që janë për televizion edhe në media, janë pa fund në Shqipëri. E kupton, dhe i kanë të njëjtën situatë, të njëjtin profil. Kurse çuna, të cilët mund të japin informacione rreth modës, mund të japin informacione rreth çfarë do lloj gjëje, njerëz të cilët lexojnë, mund të flasin për literaturën dhe për çdo gjë, nuk ka, janë shumë të paktë më saktë. Mund t'i numërosh me kishtat e dorës, thuash. Edhe plus është pjesa pasaj shumë fake çdo gjë. Rrjetet sociale janë të mbushura me followersa fake, janë të mbushura me shikime fake, edhe nuk di njeriu do me thënë nëse a ja vlen vërtet që ta marrë këtë person, a do më thot diçka të vlefshme pas gjithë kësaj eksperience. Edhe mendoj që në përgjithësi shqiptarët të cilët janë të aftë, të cilët janë si thua të zgjuar edhe që mund të bëjnë shumë përpara, të gjithë kanë lëvizur tashmë. Kanë lëvizur jashtë borderëve, po. E vërtet, edhe është e trisht në të njëjtën kohë gjithë kjo, se po shohim futbollistë të ndryshëm të cilët nuk po luajnë më për kombëtaren. Po shikojmë njerëz të tjerë të cilët gjithë atë fuqinë e vet edhe idetë e veta i shpalosin në vende të tjera dhe po marrin merit. Nëse unë këtu në Amerikë erdha dhe po shkoj biznesmen të fuqishëm, po shikoj njerëz që kanë super restorante dhe po dalin nëpër rrjet muzikant, këngëtar, çdo lloj gjëje. Dhe janë shqiptar me emër në mes të gjithë këtij kontinenti, edhe në Shqipëri nuk do e kishin kurrë këtë mundësi. Dhe është e turshme sepse aty ka ngelur vetëm si thua njerëz që nuk japin më të paaftët, po han të aftët, siç thosh. Kjo është shumë e vërtetë, se ne kemi folur për të, në fakt se është një problem madhor që ka Shqipëria, se ka ikur komplet truri, ka ikur jashtë, mendoj unë. Shumë pak janë njerëz që kanë ngelur aty brenda. Edhe është për të ardhur keq, po kjo është edhe një rrezik i madh për Shqipërinë, sepse imagjino tani ti iki komplet 1/3 e popullsisë jashtë vendit. Ta s'kan për të kthyer më, ose mund të kthehen shumë pak. Gjithë të rinjt po ikin, po krijojnë familje në shtetet e huaja dhe aty do ngelen, s'kan për të kthyer në Shqipëri. I bie që kush do ngelet në Shqipëri pastaj. Ky është problemi i madh. Do ngelet në Shqipëri ajo pjesë që është tashmë me shumicë, të cilët po hanë njëri tjetrin, nuk po të lënë që të dalësh në sipërfaqe dhe të tregosh vlerat e tua sepse të mysin. Shiko, janë të aftë shumë për pjesën që të jenë toksik, të jenë njerëz të quhen psikovampir. Psikovampir, këta harin të thithin energjinë, bro. Të them të vërtetën, nuk kam rastis shumë me njerëz të tillë. Do me thënë, unë besoj shumë të energjia që më përcjellin njerëzit. Jam shumë kështu edhe e dalloj direkt kur tjetri po më merr gjithë energjinë, ose që ka një energji shumë të errët rreth vetes. Edhe gjithmonë stepem ose nuk bëj dot sikur hajt mo, edhe prandaj shpesh si thua dështoj në punët që dua të bëj sepse nuk shkoj mirë me njerëzit, sidomos andej. Kurse këtë është diçka tjetër, këtu secili shkon punë e vet, nëse je i aftë, bën atë që je i aftë, tregon aftësitë e tua. Unë për shkakun s'kam treguar kurrë në Shqipëri, anën time që unë shkruaj shumë. Seriozisht? Dhe lexoj shumë, po kam shumë poema zakonisht. Nice. Jo poema dashurie, se ato i lam nuk uthem, po poema në lidhje me jetën. Poema dashurie s'ka problem. Dhe ato vetëm të dashur. Një libër me krejt poema. I kam në notes të gjitha dhe shpesh edhe shoqëria dhe me ngushtë edhe familja ime më thot bë një libër, thot se është shumë e lehtë tashmë, po çdo gjë është e lehtë. Na duhet një gjë me energji pozitive për ne. Po varet çka ka shkruar, se Bruno pak a shumë nuk shkon gjëra pozitive. Jo, kam gjëra me shpresë brenda. E kupton, domethënë
se po më kujtoj diçka tani. Unë e nis domethën pak si të ngatruar gjithmonë poemën, e shikoj errët sikur domethën çdo gjë nuk ka shpresë, po në fund rastësisht te një prej poemave të mia që quhet Treni i suksesit. Okay. Në fund është gjithmonë shpresë. Dhe është gabimisht, domethën te poema unë kam paraqitur që unë doja të hyja tek treni i dashurisë, siç hyra në përputhen. Dhe në fund, gabimisht, duke parë gjithë njerëzit që po më shikonin çuditshëm, e gjeta veten në destinacion të gabuar, por përsëri shumë të bukur që ishte treni i suksesit. Kisha hyrë në tren të gabuar, domethënë. Ishte çdo gjë për suksesin. Po. Tani flasim pak për se e përmendim pak që ke qenë edhe opinionist të Big Brother me atë podcastit. Do vazhdosh akoma me atë lloj projekti apo e ke lënë? Mua më pëlqen shumë të analizoj njerëzit, sidomos individët të tillë, psikologjinë. Domethënë, dhe harri ti lexoj shumë lehtë, se nuk janë shumë të vështirë për të lexuar, sidomos në emisione. Sidomos po ka qenë pjesë e një formati të tillë siç kam qenë unë në përputhen në atë kohë, është shumë kanë patterns. They have patterns so you can read them easily. Edhe më ka bërë shumë mirë kjo gjë sepse më ka hapur dyert si në televizion për shembull. Më kanë ftuar edhe për opinionist shpesh, edhe isha madje te fan klubi i ftuar, që it's like a good thing kur e merr sepse un isha nga përputhen, isha përsëri te fan klubi. Domethënë mendimi im është i vyer sepse edhe klikimet dhe gjërat flasin anyway. Por nuk më pëlqen. S'të pëlqen? Dhe nuk më pëlqen vetëm për një arsye. Shqiptarët kanë një gjuhë shumë të keqe. Një gjuhë shumë të keqe në mënyrën si hakerohen me opinionin e të tjerëve. Domethënë, gjatë asaj periudhe unë vërtet jepja thjesht opinionin tim, pa ofenduar asnjëri, pa ulur asnjëri të cilët nuk e tregonin dhe vetë që ishin në atë nivel, edhe përsëri merja kërcënime pafund, ofendime pafund, edhe një gjë që më dhëm mua s'më dhëmin fare këto gjëra, po më dhëm shumë fakti që familja ime i shikonte këto gjëra. Edhe nuk i kuptojnë si ne. Plus ne shikojmë në përlajme që njerëzit po vriten për një fjalë goje tashmë për të thënë të drejtën e tyre si e mendojnë ose. Edhe është shumë e vështirë të jetosh në Shqipëri me këtë lloj fryme, apo të jesh gjithmonë në tension për këto komente, për këtë lloj approachi që të bëjnë këta lloj njerëzish. Një pyetje për ty. Mendon se Big Brotheri është një përputhje nivelit më të lartë? Atëherë, po. E them me bindje që është përputheni i sezonit tim nivel më i lartë, se me këtë sezonit tani them drejtën nuk krahasohet fare. Në fillimet e përputhen, po ky është një situatë, një kategori më e lartë sepse ti je 24/7 live nëpër kamera, edhe është i vetmi format që ti mund ta shpalorsësh komplet veten, sepse në përputhen ti i kapi ato skenat. Po nuk mendon që të diktojnë edhe aty me produksionin çfarë të thuash, çfarë të bësh? Se ka pas aludime te kjo pjesë. Shiko, kudo ka, sepse ti në moment që je edhe këtu, ti përsëri përgatit një pjesë pyetjesh, edhe në qoftë se je live, përsëri do ta bësh një skalet, si të thuash, se si do jetë vishmëria e programit. Por gjë e bukur atij formati është vetëm një, që ti mund të bësh gjëra të paparashikueshme dhe ti dalësh nga ajo pjesë. E kupton? Po. Sepse s'mund të ndalësh kamerat 24/7. Kështu që nisë, unë mendoj, domethënë nga ana, nuk e di pse, po e kam një ndjenjë që votimet janë pak falso, ose nuk janë reale ato që votojnë njerëzit. Edhe produksioni vendos këdo nxjerri, këdo mbaj. Shiko, ke parasysh. Një produksion i tillë që ka fuqinë që të blej atë lloj patente, ka fuqinë që të bësh çdo lloj menaxhimi, si të thuash. Domethënë ata kanë komplet menaxhim, të bëjnë çfarë duan, nuk është se kanë një rregull, po ta quaj playbook, që themi që s'do të bësh gjërat që janë në kontratë, ke gjërat që s'duhet të bësh. Por në jo ti si lojtar, po them si produksion. Po produksioni i ndryshon playbookun, nuk është një tip playbook, jo, sepse edhe ka ndryshuar edhe pjesa e kësaj që merr patentën. Patenta nuk e ka me njëta kompani si atë holandeze, më duket se ishte. Por e marrin patentën nga diku tjetër, siç e merr dhe italiani. Madje po aludohet që mund të bëhet edhe 6 muaj Big Brother i qëndrimi brenda. 6 muaj. Easy. Kështu që janë sfidat në më vete, po unë kam krijuar teorinë time. Këtë s'do nxjerrësh. Po.
na futi në burg. Shiko, një produksion I cili ka fuqinë që të hedhaj shumë lek. Sa e vështirë mund të jetë, zre se je ti produksioni, sa e vështirë mund të jetë që në qoftë se ti ke favorit mua, dhe jo dikë tjetër, ato vota që vinë të Vodafone, ti dërgoj të tjetëri. Bashkëpunim me Vodafonin, 20.000 euro vota, hidhja filanit, edhe ne nuk do japim 100.000 euro, po t'japim 30, edhe t'japim dhe fitoren që të mbylli gojë. Vazhdon edhe këto lloj skemash. Jo, këtë e mendoj unë. Këtë e mendon ti. Kupton sa e lehtë është, po them. Domethënë po të isha kështu do e bëja. Tani si e bëjnë ata e din ata. If you had an opportunity to be on Big Brother, would you take it? Yes, I would take it. I would take it because I want to see myself, in that perspective. Më pëlqen shumë ta testoj veten si thua në ambiente të tillë me njerëz të tillë, edhe fakti në fakt që erdha përsëri këtu në Amerikë është që të gjeja pak qetësi, të largohesha pak nga ajo pjesa e medias, edhe të merja pak energji si thua, sepse nuk mund të shkosh në luftë kur je I plagosur tashmë. Kjo është I themin e R&R, rest and relaxation, që të futesh prapë në luftë. Normal, unë e pres që do jetë gjithmonë luftë, jo vetëm në Big Brother, po kudo, kështu që po akoma s'arrit ta kuptoj domethënë, pse është kjo ka ky nivel hasmëri ose ky nivel domethënë llumi mos nga ana mediatik. It's for the clicks. Ajo është një arsye, kanë të bëjnë shumë klikime. Njerëzit, sidomos në Shqipëri, njerëzit marrin nga skandalet klikime. Sepse po ta marrësh ti. Po ja mori klikime dhe çfarë më thon marrësh klikim? Çfarë më thon kjo? Fiton televizioni. Do ti punon për atë televizion në këtë rast. Shpesh njerëzit I pëlqejnë vetëm që të kenë ca numra plus, aty nuk I intereson që konton bankare e kanë zero. E kupton? Duan thjesht që të kenë ca shikime, të njihen nga të tjerë dhe ndërto. Një lloj dopamine pa shumë. Po, të jep energjia ose thua, po më shikojnë kaq shumë njerëz. Domethënë njerëzit edhe kur I komenton për keq, kam njohur njerëz që I komentonin vetëm negativisht. I venin 200 komente vetëm negativisht, edhe ai kënaqej, shikoj sa më komentojnë. Dhe unë po thoya, ore, po nuk ke një koment pozitiv, valla, po të shajnë, po të ofendojnë nënën, babën, çfarë po flet? Po, jo, nuk di ti, po kshuritet ajo e Instagram. Po. Thash, seriozisht të marrësh klikime nga këto gjëra, kështu që unë nuk I konceptoj dot këto gjëra. Unë prekem shumë lehtë nga ofendimet dhe këto kur vjen puna që I shikoj publike, sidomos gjëra familjare, më the tash, por të tjerë kanë zgjedhur rrugë të tjera. Domethënë promovimin dhe me këtë lloj ofendimesh. I want to talk a little bit more about vampires that steal your energy. Yeah. Suck your energy. That suck your energy. There you go. How do you protect yourself? Because you are in the limelight, you are in the media, and a lot of people can be attacking you for negative, for positive, for anything. How do you protect yourself? That's a good point. Yeah. Faith, trust. I got my family, I got the people that love me. So I usually go in that direction. I just talk with them, share my feelings with the people that I have. They have my back also. Right. So I just move from that room that I see that the energy is shifting in the negative direction. So yeah, that's what I do mostly. But sometimes I even can't escape that. Right. They get to suck the energy out of me. Ke pasur një konfrontim fizik me njerëz apo s'ka rridhë pikë që Po. Kam pasur, domethënë, kam pas që në përputhen. Po, domethënë. Po mirë, ajo është tip show, po. Kush je show? Jo. Ajo është vërtet. That was real. That was real, yeah. That was real, edhe doli jashtë parashikimit. Domethënë ata menduan se okay, u qetësuan gjëra, por në vërtet nuk u qetësuan. Edhe kanë një gjë sepse më shikojnë në fytyrë mua dhe unë dukem, nuk e di, dukem si njeri egër ndonjëherë, po fillojnë më mbajnë mua, edhe të tjerët të lirë, kupton? Ndërkohë unë jam tip që unë e kontrolloj veten, unë di të qetësohem, di të flas, kupton? Nuk kaloj direkt sepse dhuna për mendimin tim është për njerëzit e dobët. Nëse arrin të ushtrosh dhunë ose të drejtohesh drejt dhunës, je I dobët, sepse në këtë jetë ti e vetmja gjë që të mban to keep your sanity, si thua, është fakti që ti di të kontrollosh emocionet e tua. Për mendimin tim, sidomos për ne burrat që kemi edhe atë forcën fizike, edhe ato nervat si me shumicë, siç thuhet, që ti kontrollojmë këto emocione, është arritja më e madhe. Dhe këtu çalojnë shumë
çuna, burra që ndodhen në Shqipëri, që nuk din të kontrollojnë emocionet e tyre, vriten për gjëra të kota, sakrifikojnë për gjëra që nuk I çojnë gjakundi, edhe normalisht kështu prishet gjithë sistemi, si familjar edhe çdo gjë tjetër. Pa, shumë e drejtë. Sa reale janë emisionet në Shqipëri, pas mendimin tënd? Varet cilat emisione, këto që janë reality shows, Jureski? 60-40. I would say that's the same here in America 60-40, 60 fake, 40 real? 60 real, 40 fake. Oh, 40 fake. Yeah, Okay. because they're live. And you cannot live, fake it that much. Yeah. But if they could fake it, they would fake it more. They don't have the way. Por mendoj se po është një 40%, sidomos në këtë kohë tashmë që çdo gjë kontrollohet, është AI në punë, Shiko, është e lehtë që të komandosh turmën në moment që janë të paditur. Shtetin ton, vendin ton, është goditur Shqipëria në arsim. Dhe një vend që goditet në arsim, zëre se ka mbaru punë. Në shkuptim goditur në arsim. Është goditur në arsim, në diturim, ka rënë komplet. Nëse arsimin, unë pash në lajme që është ulur ndjeshëm numri të rinjve që regjistrohen nëpër shkolla, nëpër kopshte tashmë, edhe është ulur në mënyrë drastike. Librat nuk paraqesin më asnjë informacion të vlefshëm, njerëzit nuk din historinë e tyre, nuk po them për matematikë dhe për shkenca, po nuk din edukatën shoqërore, që është gjëja më themelore. Edhe është dhe promovimi që bëhet nëpër media, pastaj çfarë shikojnë, çfarë bëjnë. Mendon se kjo është politike apo është diçka që është lënë pas dore keq menaxhim? Shiko, mund të jetë po aq politike, po dhe aq agenda ardhur nga jashtë, si thua. I was going to say the same thing, because I was going to say it's not just Albania, it's worldwide. It's worldwide that nowadays, happening. yeah. It's happening everywhere. It's a global Listen, agenda. if people are distracted from all this noise of arguing, fighting, negative, putting people against each other, then they can't see clearly what's truly happening and realize that we have more power being all together and united and supporting each other and being positive. That they don't want that, because then we could all rise up against what is happening today in the world. Yeah, but they can't do that also because the system doesn't allow it. You are always busy working. You are always busy paying taxes and everything. I mean, that's normal for a state, but njerëzit zakonisht janë të lodhur, po mendoj unë tash. Janë të lodhur dhe energjia e tyre është e drejtuar te mbi jetesa, jo te jetesa. Dhe duan thjesht një ditë më shumë. Falenderojnë Zotin se erdhi një ditë më shumë. Por jo, ti duhet të mendosh edhe që të kesh energji të mirë vërdall, të mundohesh për më të mirën, dhe është shumë e vështirë në këtë kohë. Sidomos nëse gjëja më e thjeshtë që duhet bësh është të lexosh. Një gjë e thjeshtë tjetër është të meditosh, të mendosh që okay, si mund të arrij unë që të kaloj disa shkallë më tutje, mos të rinë, po janë edhe më të qetë në atë guackën e tyre tashmë. Çfarë mendimi ke për politikën shqiptare? Unë kam ndjekur shumë politikën shqiptare, të drejtën. Edhe çfarë mendimi ke për rezultatin që patin zgjedhjet e Shqipërisë? Shqipëria mori përsëri atë që meriton. Cila është? Që është ajo që po vuajnë tani. Do me thënë është zgjedhja e tyre. Sado nuk ka rëndësi sa përqind, se shko, është ajo pjesa që jo u bodhën, jo u bën, është do gjë. Shiko, si të vjedhej. Mendon që nuk ka pasur pak? Ka pasur pafund vjedhje. Dhe nuk po them nga një rapal ose nga tjetër rapal, po them ka pasur vjedhje, kaq. I kemi parë këto dhe në për video dhe në çdo gjë që është treguar në media, por mund të them që shqiptarët kanë arritur të heqin regjimin komunist. Kaq e vështirë është që të ndrojnë krah disi tash. Tash arritën sepse vdiq, se po ishte gjallë, si ishte shansë, mos japim kaq shumë kredi vetes. E më fal, po nuk do të presim tani që të ndrojnë jetë gjithë liderat që pastaj të se vetëm sepse atë mentalitet kemi. Mentaliteti deles. Po. Ta dash atë shpjegimin për. Po admiruar kjo gjë, kupton? Ne hollëm komunizmin poshtë sepse vdiq. Po mos ishte vdekur, s'kishe shans. Po mirë, njerëzit ishin më të prirur që të bënin revolta. Unë sot herë parë që kam bërë një koment, me që kujtova, pikërisht për anën politike. Pash një lajm në televizionin e Top Channel që shkruante X për, mund të themi emra? Po pra, Sali Berisha thotë që do bëj protesta, kupton, që të vazhdojnë që të ndryshojë, si thua këtë lloj. Lloja vazi, po. Edhe komenti atje.
prap s'do arish gjë kot sa I bën këto, edhe e shikoja, ha profilin një grua në moshë. Dhe I bëj komentin poshtë, sa unë s'jam tip që bëj replika, po më ngatrohet stomaku shpesh kur I shikoj dhe I them, faj juaj është pikërisht që ne nuk do ndryshojmë kur dhe gjithë fëmijët tuaj dhe fëmijët e nënave dhe baballarëve tjerë, po marrin rrugën e emigrimit sepse jeni ju që thoni që s'do bëhet, sepse ju nuk çoheni, ju rini komentoni dhe unë I lutem atij djalit tënd që ka në foto të ta heq këtë lloj interneti, të ta heq gjithë rrjetet sociale se po na shkatroni. Dhe është e vërtet se futen të gjithë në komente. Do të them një histori është për pak për qeshur sepse nuk e di ti apo unë isha në Shqipëri për kandidat në Shqipëria bëhet. Me idenë që hajde më shumë vada për ta eksperimentoja domethënë si proces si ishte. Dhe mësova shumë gjëra. Po sa ndishim kushurim më tha një histori gjotha më. Do ta marri prapë se ata ka garantuar. Por tha, e vetëm mënyrë tha, që mos ta marri pse tha, ne kemi bërë një plan me shokët. Që do t'i mbyllim gjithë pensionistët në shtëpi brenda, mos kyshim atë ditë, mos ta dalin nga shtëpia. Vetëm në atë mënyrë tha mund ta heqim me diramën, sepse nuk ka mënyrë tjetër. Edhe është e vërtet. Domethënë, gjenerata e vjetër mendoj unë janë ata që janë the gatekeepers, që po e mbajnë peng atë vend që mos të zhvillohet siç duhet sepse akoma janë atë mentalitetin e janë të shtypjes. Ose me Berishën ose me Ramën, domethënë shumë e thjeshtë, janë ekipe futbolli, ose me këtë ekip ose me atë ekip, domethënë atë lloj mentaliteti vazhdon akoma. Nuk lën hapësirë për një risi, për një diçka tjetër më ndryshe. Edhe ku mbetemi ne në këtë pjesë? Ne mbetemi si ata ushtarë të kanë ngelur vetëm edhe të bëjnë luftën me samurai fundit. Samurai fundit, bravo. Gjete fix. Samurai fundit. Por mendoj që ka shans, paktën gjenerata jon, që me anë të teknologjisë, me anë të çik më ndryshe që të hapim një mesazh më ndryshe dhe të bëhemi të paktën të bashkohemi pak te kjo pjesë, që si mund të bëjmë një ndryshim ose nga ana ekonomike, nga ana e shkencës, nga ana e mentalitetit, e kupton? Duhet që të ktheheni. Unë isha gati për kthyer. Edhe unë jam gati edhe jam lind këtu gjenerata e dytë. Shiko. Kjo ka lindur këtu, është gjenerata e dytë në domethënë. Dhe shqipen perfekt. Faleminderit. Mendohem. Shumë. Po që ka shumë njerëz si puna jonë që duan të kthehen, po prap kanë atë frikën që thonë, këta nuk ndryshojnë. Po të vemi aty. Shiko, është e vërtetë që ata nuk do ndryshojnë, po të paktën të ndryshojmë mënyrën se si brezat e tjerë do I kapin gjërat. Se shiko, për mendimin tim, mua më dhëm që e them, po ne nuk kemi shpëtim. Të paktën ne që jemi aty. Domethënë gjenerata jonë u djeg domethënë. Ne jemi djeg, shiko tani, ne jemi këtu tashmë, jemi në Amerikë. Po ne mund të kthehemi prap. Edhe ne mund të kthehemi prap, po çfarë do gjesh atje kur të kthehesh? Do gjesh një katrahur të madhe që do të duhen gjithë vitet e tua të jetës dhe ndoshta edhe më shumë që të mundesh ta rregullosh. Dhe është një lëm shaq I madh sa që do shumë fuqi. Të paktën kështu e mendoj unë. E do që të mblidhen të gjithë nuk mblidhen. Unë kam parë shumë të rinj, thoja shpesh, edhe kur ishtin protestat, I thoja, dilni më të shohim për universitetin çfarë do bëjnë, se kam qenë në universitet atëherë, në atë kohë. Edhe po ç'do bëjmë ku ndryshojnë gjë. Domethënë nuk ka shpresë fare të rinia shqiptare të kjo pjesë. Po s'ka vetë rinia për veten e tyre, jo më të ketë që të ndryshojë diçka për brezat në tutë. Nuk mendojnë aq gjatë, të paktën shumica që njoh unë. Të paktën unë kështu e konsideroj se do dalin, do thonë këta, jo ti bën gjithmonë sikur nuk e pëlqen Shqipërinë, më tash unë vdes për Shqipërinë, është vendi më I bukur për mendimin tim. Unë atje jam edukuar, atje kam marrë gjithë informacionet që më dashur që të çaj në këtë jetë, edhe mund të them që gjithë fuqinë e kanë, thjesht nuk duan ta përdorin, janë lodhur shumë, se gjithë fuqinë e kanë si të ndryshojnë sistemin, si të bëjnë çfarë të duan, po nuk. Do të fol pak për turizmin në Shqipëri. The tourism grew tremendously in the past couple of years. Do you feel that there's more opportunity for the youth to have jobs and to kind of like rise up in the to integrate in that? Yeah. Do me thënë, mundësit janë, kanë qenë gjithmonë, sidomos gjatë verës, mundësit për të rinj që të punojnë janë me shumicë. Çështja është këtu që turizmi këtë vit komplet ishte fars, do me thënë kishte rënë ndjeshëm, se unë isha vetë në jug, po kishte rënë shumë ndjeshëm sepse mund të vinë shumë njerëz, po kualiteti
i turistëve që vinë ishte shumë bloz. Ndryshe, në kuptim që si ta shpjegoj ti. Lezëm se kemi një restoran. Edhe më përpara vinin 50 veta. 50 veta merrnin aragosta, merrnin karkaleca, kësera dhe vinin 200 veta dhe merrnin të gjithë na i bidon me ujë për 5 veta. Seriozisht? Po. Po, ç'është ekonomike. Nuk harxhonin, po. Shikoj, gjithë bota është në kaos kur vjen puna te ekonomia, por Shqipëria po merr gjithë këtë lloj shuplake për vetë faktin sepse nuk kanë cilësi në shërbim. Një vend i cili të ofron ty një hotel 300 euro nata, edhe mos të punoj kondicioneri, është të vësh duart në kokë, mos të kesh ujë. Ti jesh afër ujit, afër detit e mos të kesh ujë. Do sa poetike mund të jetë kjo gjë. Nëse kjo është e vërtet që po keq menaxhohet, sepse është ajo që the ti që janë mendje shkurtër, i shohin gjërat shumë përfitim momental, direkt. Përfitim momental që hajde tash bëjmë sa më shumë lek sepse ky sezoni po njerëzit nuk janë, do vinë një herë, do vinë 2 herë, po herën e tretë s'kan për të ardhur. Ose mund vinë asherë 2 s'do vinë. Domethënë, çështja e turizmit është një çështje që është shkencë më vete, turizmi. Dhe po e keq menaxhove, i bie që ta humbësh komplet pastaj. Po do të kohë shumë të rrimë në këmbë tani mendoj unë. Pas gjithë kësaj shuplake, që sa vajti 2 vite kështu. Domethënë unë kam gjithë njerëzit e mi, kam dhe shoqëri që kanë biznese në jug, kryesisht në Sarandë, në Vlorë. E kur vjen puna, edhe në qoftë se 1-2 bëjnë ndryshimin, përsëri janë të shumtë ata që nuk dinë ta menaxhojnë. Thjesht hedhin lek, edhe si thuash, bën një shërbim skandaloz. Edhe në fund të fundit goditet, impaktohet komplet ekonomia si nga ana e turizmit dhe nga çdo gjë. Do they have universities in Albania for hospitality to kind of show them about how to... Ka, do me thëmë, nuk e di në qoftë se ka komplet universitet pikërisht për këtë lloj kështu, po deg ka në lidhje me turizmin dhe ka. Por të kalojmë njërë të abetarje? Jo, Shqipëria ka nevojë për ekonomi. Turizmi mendoj është gjë më e thjeshtë që mund të zhvillohet, edhe zhvillimi pastaj sjell edhe diturinë, sjell edhe ekonominë e gjitha. Po do të kesh një fillim që është turizmi, që ne e kemi. Ne kemi turizëm 365 ditë në vit. Ke turizëm malor, ke turizëm diellor, që është turp që një vend si Shqipëria, aq i vogël, që nuk di të menaxhoj turizmin. Është për të ardhur keq se gjithë bukuria e Shqipërisë shtrihet nga veriu në jug pa limit. E kupton, unë kam takuar shumë amerikan, edhe kur isha se kam lëviz shumë gjatë kohës që isha këtu në Amerikë, shkova dhe në Dallas në Texas, edhe kam takuar shumë amerikan dhe kam treguar për shembull pjesën e Blue Eye, që është në jug syri kaltër, edhe e kanë parë, edhe thonë i tregova dhe biletat, se këtë kam unë, futa i tregova dhe biletat në qoftë se vjen në këtë periudhë. Po ti hap një biznes edhe... Isa vetëm ma kanë thënë për zonë, edhe u kënaqën shumë, më dha numrat e telefonit, mund kem njohur 10 të tillë, që thjesht do vim aty aman, thjesht na trego ku të shkojmë se duam ta shikojmë këtë vend. Jo, ka shumë njerëz. Edhe e pëlqejnë, është natyrë, është çdo gjë, është e paprekur, e kupton, mbrohet nga më duket mbrohet nga UNESCO në këtë rast syri kaltër. Po, edhe është e turp që dilesh në publiciteti i Shqipërisë është bërë, se unë kam marrë tek puna ku punoj unë, më ka thënë vetë amerikanë që do të vizitojnë Shqipërinë për herë të parë, nga që kanë parë reklama, domethënë është bërë goxha reklam për Shqipërinë në arenë ndërkombëtare gjithmonë. Po problemi është që kur vjen aty, si do ndjen? Aty është problemi. Të vinë prapë. Aso do vinë prapë. Po pra se, shiko, shija që marrin prej andej duhet jetë pozitive, se në qoftë ai vjen një herë sepse e pa në reklam, normalisht ti duhet të ofrosh maksimumin që ai të jetë i kënaqur. E kupton? Duhet të jesh gjithmonë i buzëqeshur kur i shkon te shërbimi, te pjesa. Çdo gjë ka të drejtë klienti në fund të fundit, sepse ai po paguan që të vi të shkojë atë bukuri. Edhe shqiptarët zakonisht shumica nuk e kuptojnë këtë gjë. Mos thuaj pak për çfarë mendimi ke për Amerikën një, si po të duket? Më pëlqen shumë. Pëlqen Amerika? Po, më pëlqen shumë, edhe ke qenë në Boston, ke qenë në New York, kam qenë në Dallas, Texas, po. Cilat shtete pëlqen deri tash? Ku është veten tënde që shiko, mund të jetosh? Të them të drejtën,
midis Bostonit edhe New Yorkut. Është pak, se edhe New Yorku më pëlqen, ka më shumë zhurmë, ka më shumë gjallëri, okay? New Yorku është 100 herë më shumë lartë se sa Boston. Varet e cila pjesë. Është më afër me Europën, mendoj Bostoni. Shko, ju keni më shumë kohë këtu, po unë mendoj se Bostoni është më afër me pjesën tonë, po është më i vogël. Pra, është më i mbledhur se këtu është pak. Këtu është një xhungull e vërtet. Duhet të jesh një gjahtar i mirë në xhungull. Ndryshe të han ujë. Qofse ke qef atë sport, hajde në New York, provoje. Unë atë e kam. Po që është vërtet, se unë kam 28 vjet në New York. Është vërtet një qytet që të sfidon. Të sfidon, po sado vjen një moment që thua, okay, stop. Ka që ke kapacitetin, sepse është shumë, nuk ndalon asnjëherë. Është non-stop. Prandaj më këtu, you should always be in motion. Po pra, po i bie çdo gjërat me mosh, pastaj kur vjen një mosh që thua ore dale tash se s'kam kohë. Prandaj do të vesh në Boston, mendoj unë. Boston shumë ftohtë. Shumë ftohtë. Ervin doesn't like the cold. I hate the cold. He's from the south, I'm from the mountains of Albania. Prandaj ti s'ke problem. Ti më ojë nga ja. Unë jam nga Delvina. Po. Nga jugu. Nga Dibrës Madhe. Shiko, ndoshta vërtet jam nga jugu, po unë edhe të ftohtin e kam shumë qef. Ndoshta më ka velesit shumë ai ditë i jugut mua prandaj. Kush është psikovampiri më i madh i Shqipërisë sipas te? Po pastaj do thonë jam e PD-n, do thonë. Thoj më valla. Edi Rama. Ai është më i madh. Është më i forti. Më i forti. Se kem më të mëdhenj, po ashtu, po nuk ta thitin ai shumë energjin, kurse ai jo ta thit energjinë. Domethënë ti e shikon veten më shumë të jetosh jashtë Shqipërisë apo brenda Shqipërisë? Unë jam shumë familjar. Pra iko sa kam familjen andej, nuk e i do të dorë nga Shqipëria. Por, normalisht që të jetoj për shumë vite, do me thënë që të formohem akoma më shumë, to go on another level, not stay on the same level, mendoj që jetesa jashtë kufirit të Shqipërisë është gjithmonë aq sfiduese, po dhe aq që të jep një pretësi. Po, të jep, po. Të bën më të aftë për çdo gjë, kështu që mendoj se jashtë. And then what you learned from the outside, you could always bring back and take it to the next level. To the next level. What is next for you? What is next for me? Dua që të shikoj veten në një aspekt që unë e bëj shumë mirë. Te pjesa e modës, te pjesa e paraqitjes së bukurës, te paraqitja e trendeve të reja që vinë dhe po zhvillohen dhe jo vetëm tek pjesa e gocave, po edhe te çuna. Dua që të kem një impakt të tillë që njerëzit të vlerësojnë edhe të rriten, si thua, me atë frymën që e bukura duhet gjithmonë përqafuar dhe jo vetëm skandalet, gjërat e pista, e dua që ta bëj çik energy shifting, si thua, në ajo. We're definitely in a need for that. Yeah. Ti e shikon veten më shumë si argëtues, influencues, apo ndoshta duke hyrë në politikë apo biznes? Në qoftë se do e dija këtë logje, po do të kesh një ide. Shiko, se po ta lidh, nuk e di sa kohë kemi, po ta lidh. Mua gjithmonë sa shkoj në për televizion, më thonë si ta vëm influencer, ta vëm ish model, ta vendosim ish konkurrent për putën dhe i them unemployed. E kupton? Edhe prandaj them unë mund të bëj shumë gjëra, po ende nuk e kam gjetur dot veten çfarë kam vërtet qef që të bëj. E kupton se unë mund të bëj edhe te pjesa politike hy në punë. Dhe te influenca hy sepse si thua di që t'i jap drejtim pjesës që më ndjekin mua të paktën edhe njerëzve që ndjekin formate të ndryshme, di si të kem atë pjesën e njerëzve që të ndjekin mendimin tim. Po mendoj më shumë tek pjesa e influencës, po influencës reale, gjithmonë jo influencës të dalësh me fustan atje dhe thuash bleni këtë fustan. That's nothing. I mean, the road you are now is actually very beautiful because you have the opportunity to explore different things, to find what is the road and the path. But who says you need one road and path? Maybe all of these together will kind of form something beautiful. Much beautiful, yeah. Where you can connect all the dots. Hopefully, yes. Yeah, that's a good way to put it. One? Yeah, I love it.
Bruno, shumë faleminderit që Shumë kishim kënaqësi. pjesë të podcastit ton. Do takohemi në Shqipëri shumë shpejt. Ne vim zakonisht në Shqipëri Super. edhe do takohemi edhe aty. Shumë kënaqësi. Faleminderit që Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. mirupafshim. Mirupafshim.